Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Shigjetarit, uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh nga letrat Lenuar, që janë letra goxha të thella, të dashur shigjetar. Për ju është sot mesazhi zemra. Kjo letër që vendos dashuri në qendër të çdo leximi, jo vetëm në kuptimin romantik, por si shenjë jetësore. Zemra është bërthama e gjithçkaje që bëjmë me pasion, ndjeshmëri dhe përkushtim të sinqert. Në aspektin emocional, në dashuri, kjo është letra më pozitive që mund të merrni. Ajo simbolizon një ndjenjë të thellë, të vërtetë, të dhënë me shpirt, qoftë nga dikush tjetër apo që ti vetë je gati të japësh. Nëse jeni në lidhje, kjo letër përforcon afërsinë, dashurinë e sinqert, besimin dhe kujdesin. Nëse jeni beqar, është një shenjë që një ndjenjë re, shumë e ngrohtë dhe premtuese, po afrohet në horizont. Por kjo letër nuk flet vetëm për romancë, ajo flet për të gjitha format e dashurisë, për miqsinë, familjen, për vetë dashurinë, flet për gjithçka që bën shpirtin të ndihet gjallë. Në aspektin profesional, në punë, kjo letër sugjeron se ajo që po bëhet me zemër do të jap frute. Ndoshta s'është gjithmonë puna më fitimprurëse, por është ajo që të ushqen shpirtin. Është koha për të ndjekur projekte që rezonojnë brenda teje. Gjithashtu mund të sinjalizoj bashkëpunime të bazuara me respekt dhe pasion të përbashkët, jo thjesht interesa të ftohta. Si energji personale dhe shpirtërore, zemra simbolizon apo zemra si simbol është qendra e gjithçkaje, është vendi ku shpirti flet. Kjo letër është një thirrje për të rishikuar gjithçka në jetën tënde përmes lentës së dashurisë. Mos e shpërndaj zemrën pa vetdije. Të dhënit është bukur, por duhet të vijë nga një vend plot, jo bosh. Kujdes nga idealizmi të dashur shigjetar. Dashuria e vërtet nuk është gjithmonë perfekte, po kërkon rrënje, jo vetëm fluturim. Mos e fshih zemrën tënde nga frika e plagëve apo plagët e mëparshme nuk janë paralajmërim për të ardhmen, por dëshmi që ke dashuruar thellë.